Majoranca dhe opozita rinisën punën për reformën zgjedhore pas disa javë ngorçi për shkak të tensioneve politike me të cilat u shoqërua zgjedhja e avokatit të popullit. Në këtë mbledhje të parë për këtë vit në emër të Partisë Socialiste, Damian Gjiknuri shpreu gatishmërinë për të miratuar me konsensus rregullat e përbashkëta për betejën elektorale. Për te tensioneve politike, kjo është një gjë e nevojshme se në fundit pushtetet apo pretendentët për pushtet do të përballen në zgjedhje dhe ne detyra jonë është të bëjmë rregulla sa më të mira me qëllim që të mundsojmë garën e ndershme dhe kushdo që aspiron të vijë në pushtet ka vetëm një rrugë nëpërmjet zgjedhjeve. Palët kanë rënë dakord që ligji i parë që do të kalojnë është ai për financimin e partive politike, një ligj që është detyrim nga Bashkimi Evropian në procesin e negociatave për antarësim. Partitë politike për mua në Shqipëri janë gjëra më e rëndësishme, pavarësisht janë neglizhuar, janë bërë si grupim njerëzish që drejtohen nga një kryetar dhe mendohet sikur s'ka rëndësi organi i parti politike. Partitë politike janë institucionet më të rëndësishme sepse ato nesër do të përfaqësojnë politikat që do të drejtojnë vendin nga kushdo forcë e cila do të votohet nga qytetarët dhe do të marrë mundësinë e drejtimit të vendit. Duket sikur nuk është kontroversiale, nuk ka debat, por ajo mundet të kthehet nesër, nëse zgjidhjet janë pa studiuara mirë, mund të kthehet në një debat madh që pasojën e ka tek pluralizmi politik. Përtej çdo lloj demonizimi që i bëhet partive politike, janë institucione të cilët kanë rol drejt për drejt kushtetues, e përcakton gjykata kushtetuese dhe gjykata kushtetuese. Por nëse ligji për financimin e partive politike është relativisht një ushtrim i lehtë për opozitën, çështja kyçe e reformës zgjedhore mbetet kërkesa për ndryshimin e sistemit elektoral. Sistemi zgjedhor është një nga problemet kryesore që neve sot kemi. Deformimet e tij prodhojnë deformimet e procesit jo vetëm zgjedhor, po politik. Pushtimi i zgjedhjeve nga shteti është tematik absolutisht e madhe dhe dominante, kryesore, jo vetëm si rekomandime, por fakte që gjithë ne i dimë. Partitë politike caktuan në këtë mbledhje ekspertët që do të shkruajnë ligjin për financimin e partive politike. E mbetet për tu parë nëse do të arrijnë apo jo konsensus për këtë çështje të parë të reformës zgjedhore.